Tensione SBA-Kubë, frikë për ndërhyrje ushtarake. Kuba ka akuzuar SBA se po krijon një pretekst për ndërhyrje ushtarake kundër qeverisë në Havana, ndërsa presidenti Donald Trump vazhdon të mos përjashtojë mundësinë e veprimeve ushtarake. Ministri i jashtëm kubanez Bruno Rodriguez tha se Washingtoni po përgatit një rast mashtrues për agresion dhe paralajmëroi se Kuba është e gatshme të mbrohet. Tensionet u rriten pasi media amerikane raportoi se Kuba ka bler mbi 300 dronë ushtarak dhe po harton plane për të goditur bazën amerikane në gjirin e Guantanamos, si dhe objektet e tjera në Florida. Raportet kanë nxitur spekulime se administrata Trump mund të jetë duke ndërtuar bazë ligjore dhe ushtarake për një operacion të mundshëm kundër Havanës. Ndërkohë, SBA-t kanë shtuar presionin ekonomik ndaj Kubës me sanksione të reja, ndërsa ekspertët thonë se ushtria amerikane po rrit aktivitetin e inteligjencës pranë ishullit. Megjithatë, analistët vlerësojnë se deri më tani nuk ka shenja konkrete të përgatitjeve për pushtim, edhe pse retorika mes dy vendeve po bëhet gjithnjë më e ashpër.